Lidhja Demokratike ka inicuar kërkesën për anullimin e 2 vendimeve, ati për shtrejtim të rrymës prej 16.1% si dhe vendimin për dalje në treg të hapur të energjisë të rreth 1.300 bizneseve. Deputetja e kësaj partie, Hykmete Bajrami, në vazhdimin e 13 të seancës konstituive të përbërjes së re të kuvendit, ka mbledhur në nënshkrime nga deputet për dërgimin e kësaj kërkese në zyrën e rregullatorit të energjisë. Iniciativa mori përkrahje nga deputetët e subjekteve politike që në mandatin e shkuar kanë qenë në opozit, por jo edhe prej atyre që ishin në pushtet. Unë bana përpjekje që me marrë në nënshkrimet edhe të deputetëve nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, mirë po nuk patë mbështetje nga ana atyre. Do me thonë, thjesht u refuzova. Po tentoj që të përfshi sa më shumë deputet në mënyrë që do me thonë t'i jap rëndësi kërkesës tonë dhe zyra e rregullatorit të energjisë të mund të mbështetet në kërkesën e deputetëve. Iniciativa e LDK-s është cilësuar jo kreative nga deputetja Lëvizjes Vetëvendosje Donika Gërvalla. Të gjitha këto janë filma, të gjitha këto janë madje edhe filma jo kreativ, edhe pa fantazi, sepse gjithkush e din që një kuvend i cili nuk është i konstituar nuk mund të merret me trajtimin e tyre. E deputetja Bajrami arsyetoi iniciativën e saj, duke thënë se anullimi 2 vendimeve do të parandalojë një valë të reinflacioni. Është vërtet janë 19 operator të licencuar për tregtim me energji nga zyra e rregullatorit të energjisë, por nga ajo që jemi informuar nga shoqata e prodhuesve në kuadër të odës ekonomike, rreth 200 kompani të cilat kanë kërku të marrin, disa prej tyre kanë kërku të marrin oferta për furnizim energji elektrike pas datës 1 qershor, ata kanë marrë një ofertë të vetme. Dhe a dini prej kujt? Prej Keskos, prej operatorit prej të cilit ata aktualisht furnizohen. Edhe përfaqësues të bizneseve kanë përsëritur kërkesën për shtyrje së paku edhe një vit të vendimit për dalje në treg të hapur të bizneseve, që kanë mbi 50 punëtorë ose 10 miliona euro qarkullim. Në një reagim të odës ekonomike të Kosovës, thuhet se vendimi godet prodhimin vendor dhe ndikon që të humbet konkurrueshmëria me produktet e importuara, si dhe rrezikon praninë e tyre në tregjet e huaja. E në një reagim të odës ekonomike amerikane, theksohet se mungesa masave mbështetëse gjatë kësaj periudhe kalimtare rrezikon të sjellë pasoja të rënda financiare për sektorin privat dhe të dëmtojë konkurrueshmërinë e tij. Koha ka raportuar se si ofertat që kanë pranuar bizneset për furnizim me rrymë janë mbi 200% më të larta se sa çmimet aktuale të furnizimit.